Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar me tone të forta ndaj deklaratave të bëra nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili akuzoi se po i shërben mazhorancës dhe se do të ketë të njëjtin fat me ish-kryetarin Lulzim Basha. Në reagimin e tij publik, Saliani ironizon Berishën duke i quajtur Sali Kolltuku, ndërsa shtoi se 36 vite në politikë dhe pushtet i kanë krijuar sipas tij një mjedis ku çdo zë ndryshe shihet si detyruar të nënshtrohet liderit partisë. Ai deklaroi se nuk ka qenë dhe nuk është pjesë e asnjë marrëveshje apo pazari politik dhe se ka qëndruar gjithmonë përballë pushtetit, për të cilën tha se ka paguar edhe kosto personale. Sipas tij, problemi real në PD nuk janë ata që kërkojnë fitore, por mungesa e besimit të leadershipit aktual. Saliani akuzon më tej Berishën se sipas tij ka bashkëpunuar me mënyra të ndryshme me kryeministrin Edi Rama për çështje që lidhen me reforma, leje dhe koncencione. Ai kërkoi që Berisha të flasë për disa emra dhe çështje konkrete që sipas tij kërkojnë transparencë, duke përmendur edhe raste të lidhura me persona të ndryshëm dhe vendimarrje institucionale. Në vijim të reagimit, Saliani akuzon Berishën për mungesë zgare të brendshme dhe e ftoi të përballet politikisht, duke deklaruar se do të vazhdojë të jetë kritik ndaj çdo modeli që sipas tij ka dëmtuar Partinë Demokratike dhe opozitën në tërësi.